vlerësimet me një yll. Porosia vonua 3 orë të plota dhe kur më erdhi hamburgeri, nuk do ta harroj kur atë shihet keqi që më la në gojë. Dhe a doni dini se çfarë është kaq ironike? Po fillonte të vonojë pak dhe për ne. Do të lëviz në gjithë qytetin për të ngrënë në këto fast food me vlerësimet me një yll dhe për të parë nëse vërtet i meritojnë një yll apo jo. Hajde shkojmë te fast food i parë me vlerësimin me një yll, që janë kolonat. Para se të jemi te kolonat, do të lexoj një review negative që si është ushqimi atje, vendi, njerëzit, ambienti, do jemi në një ghetto apo jemi në suburb. Personeli ishte i mirë, por mos pranimi i pagesës me kartë për një vend ushqimi të shpejtë është shaka. Eliu na thot, pizza margarita ishte butë dhe kishte shije sikur ishte ngrirë. Salsa kishte shije në salcës me të cilën bëhet fasulet dhe brumi ndiej si karbon i pastër. Okej, me sa duket këto review, disa thonë që pizza ishte e thatë dhe duket sikur po haja me fasule. Afin thonë që është shumë staf i keq, jo të sjellshëm, thjesht ka nerva. Unë dua të testoj për kolonat, a paguaj dot me kartë, të testoj personelin dhe anglishtën e tyre me sa duket, dhe të provoj pizza margarita. Çfarë shije duhet të ketë kjo? Me brume dhe salcë fasuleje. Fast food i parë le të shkojmë te kolonat. Sa po arritëm te lokacioni jon te kolona dhe me sa duket pas ka një këndlërash përballë dhe duket që është pastër ambienti jashtë. Dhe ambienti brenda ishte shumë i pastër, porositëm, një picë dhe stafi me ça pash deri tani është shumë i sjellshëm. Dhe mbas 10 minutash pizza u bë gati. Se dhe çmimet ishin në standard, mos them dhe më lirë se standardi. Është pak e vogël, se mor picën më të vogël, edhe të shikoni. Nëse bëhet pizza më e vogël, super nice, atëherë i bie që dhe gjërat e tjera që bëhen duhet të jenë nice. Është pjekur mirë me sa duket këtu mbrapa, nuk është se duket që ka mirë, duket sikur është djegur, por jo, kaq është perfekte. Është ka për ta vështirë. Të pa dhe në video, mua më pëlqen dhe ambienti ishte shumë i qetë. Pizza nuk ishte shije fasule. Salsa patjetër që nuk ishte nga salsat më të mira që ekzistojnë për pizza, por nuk ishte aq e keqe sa mund ta krahasosh me fasule dhe nuk e di pse po e bëjmë fasulen në njeriu e keq këtu. Fasulet janë të shijshme. Mund të konfirmoj se personeli e dinte anglishten dhe ishin shumë të sjellshëm, shumë cool, shumë chill. Nuk arrita do të testoja pjesë me kartë, por kisha 50.000 lekë me vete dhe nuk kisha t'i thyeja. Por një nga çunat e personelit thjesht mori 50 shkoi e theu vet. Dhe këtë e quaj si një pikë. Pizza ishte super nice për 2500 lekë. Ku ke sot 2500 lekë? 2500 lekë kam për pizza të furit bukës o burr. Dhe eksperienca ime është vendi ishte shumë i qetë, ambienti ishte i pastër, çunat që punonin aty ishin shumë, por shumë chill. Porosita një pizza dhe nuk u vonua fare vetëm 10 minuta, për atë çmim që kishte 2500 lekë ishte mrekulli. 5 nga 5 yje. Nëse ky është standardi i një restoranti me një yll, mezi pres të shoh se çfarë na pret më pas. Jemi rrugës për të shkuar çak fast food i dytë që kemi për të bërë review, por ta duhet të lexojmë review-t negative se pa ato nuk e vënë të vajtur asnjë vend, kështu që Ani thot, unë the më mirë të blej 2 byrek me gjisë të ngelura nga dje se sa të porosis të prapë. Me qëra fjalla, babi më shaktar. Mirë pjesa byrek, po babi qërifis, se sëse të këdhe. Jeta thot se ushqime shumë i keq, shërbim shumë i dobët, paketime sikur po a hedh qenve dhe jo njerëzve. Kto gjë pa shije, çmimet në maksimum, ilaçi i bëfshi lekët. Ilaçi i bëfshi lekët. Se më pa hedh një qenë, thot, nuk e di. Betet për të parë. Një review tjetër, Enea thot se ushqimi pa shije edhe i shtrenjtë për atë ambient. Një suflaqe 2500 lekë para një viti. Shtrenjtë 2500 lekë në suflaqe? Mos po jetojmë në një Shqipëri paralele, bashkë se unë e di që në suflaqe mund vetet 3000-3500 lekë. E vogël. I ke parë çmimet e fast foodeve o burr apo jo? Nësa duket vendi është një mak, një vend shumë horror për të shkuar dhe për të ngrënë, për të shijuar ushqimin, po nësa duket jeti radha jon dhe nuk do të dëgjojmë Anin në review-n e tij që thoshte që më mirë të blej 2 byrek me iqis do të shkoj në shtëpi. Dhe
Dhe ja ku arritëm të fast food buzëqeshja, porosita një doner, ula jashtë dhe ja ku jash menuja, jam pëlqen më shumë, nuk jetoj për të ngrënë, ha për të jetuar, shumë e zgjuar. Dhe mbas rreth 6-7 minuta erdhi doneri dhe më pëlqenai shumë patatet që në pamje saqë nuk po doja dot të provova. Na shumë të mira patatet. Doneri ishte i mbushur full, patata, mish, ka jeshile brenda, po besoj se të ngop. Ose se duhet të ngopi kjo. Kanë atë shihen si patate fshati, kështu kanë krip. Po mirë të haja, po merja vetëm patatet. Duket shumë. Dhe këtu me fushin time ndava në mes dhe siç është kundi është aq shumë i mbushur, po vërtet të ngop. Mund ta dash dhe me një shok të dhe aq shumë gjëra nga brenda. Fast food buzëqeshja. Mund të mëse më la një buzëqeshje vërtet. Si që pa dhe na filmimet kisha pak vibe imi nonshalantit, bë shumë shaj edhe awkward edhe nuk arrita do të filmoj gjithë pjesën. Prandaj edhe pjesën e review së ushqimit gjysmë e ke me voice over, gjysmë është duke ngrënë ushqimin awkward. Përveç asaj pjese mund të them se patatet ishin patatet më të mira që kam provuar në një fast food në Tiranë. Ever, ishin fiksi ato patate që ju bën gjyshja me krip shumë të mdhaja, të shishme, krokante. Pyeta dhe djalin aty para se tikja që pse keni kaq bad review dhe tha se kanë shumë vite para dhe tani janë bërë disa rregullime të reja. Kështu që nëse jeni afër vendit, shkoni dhe vizitoni fast food buzëqeshja dhe lini një review të mirë. Patjetër, nëse ju pëlqen, por ju siguroj që do t'ju pëlqej. Dhe eksperienca ime është mendoja se do të ishte një fast food i futur në përcepat e lokaleve, por jo, ishte fiks në vit parë të rrugës, stafi ishte plot me buzëqeshje, dhe djali që bëri donerin shumë porosita ishte shumë cool. Nëse ju bie rruga këtu, ju sugjeroj që të provoni donerin, ose të merrni një pjatë veçmas vetëm me patate të skuqura. Dhe për ato patate do pagoja edhe 50.000 lekë. Me gjitha të ushqim që hëngra vendosa të kaloj një xhiro të futa në një market aty duke parë kot këto lodra të fëmijëve, ishte ky libri, pastaj më mori SpongeBobin telefon. Alo, ora Bobby. Ore villaj, ku je ti re file? Ndoshta jeni duke pyetur pse nuk je jashtë, pse nuk je te pika tjetër e fast foodit, a nuk supozohet kjo video të jetë jashtë? Po, ke të drejtë, por ky fast food ka disa probleme tjera. Ky fast food quhet fast food take out landi, por problemi i tij vetëm është pjesa e deliveryt. Take out. Lupin që e ka vlerësuar vetëm me një yll thot se të huaj keni kujdes, ai burri e rrit çmimin sepse je turist, unë ndjeva i mashtruar dhe hëngra kot. Hëngre soflaqen apo hëngre Ken me një yll thot se pse do ta vendosësh biznesin tënd në aplikacion e dërgesën ose nuk do të gatuash ose do dërgosh ushqimin. Prita 2 orë vetëm për të parë që porosia rezulton të dorëzuar. Askush nuk më telefonoi për të më njoftuar si ishte anulluar. Gjëna ky Keni më vëlla. Dhe Olti me një yll thot se porosita ushqimin në orën 2 të mëngjesit sepse thuaj që fast food ishte 24 orë dhe tani është ora 4:36 dhe ushqimi ende nuk ka ardhur. Pra do të porosisim diçka dhe duhet kemi 2 gjëra parasysh. 1 mos të elmohemi dhe 2 mos të elmohemi. 1. Ushqimi tjetë nuk po them që tjetë gjëra më e mirë në botë dhe të na shijoj dhe të themi se ky është ushqimi më i mirë në botë, thjesht tjetë ushqim që mos na ngacmoj barkun, Dhe 2 është që ushqimi të vi brenda 2 orësh. Sa vetë avua ka punuar 2 orë gjysmë, disa vetë avua ka punuar 2 orë, sa të tjerëve 1 orë ca, edhe pse ai përdor aplikacione për delivery. Unë do të përdor Wolting sa herë. Du them të përdor kartën time të kreditit, po jo, nuk do ta bëj ato, sepse nuk dua që ta ha ushqimin por jo karremi që do të më hedhin. Nëse unë e blej me kartë dhe ai nuk e sjell ushqimin atëherë thjesht më bëri golin. Edhe pse mund t'i shkruaj supportit të Woltit, atëherë koha e deliveryt thot 25 minuta deri në 35 minuta. Është ora 4:33. Ajo çfarë do të bëj Landi është thjesht ta dërgoj porosin para orës 6:33. Edhe Ladi sapo i mori lekët, shpresoj të vinë kohë. It's the final countdown. Apo jo, nuk e di. Shofim, 10 minuta thot, por si dihet, I don't know. Ora është 5 tashi. Ciao, re. Urrit. What? A ishte akoma atje tek një njëti vend,
Kanë kaluar dhe 10 minuta të tjera që nuk po bëshin dhe mirë fare këtë si gjë. Është ora 5-7 minuta ma fiksoj fare. 12 minuta thot akoma këtu. Mos kanë ngecur trafiki shkret. Sho, lëviz kjo 10 minuta, 11 minuta, 12 minuta ka ngelur qish fare. Nuk e di sa 12 minuta do kalojnë derisa të ben 2 orë. Deri tani po bëja shaka, po thoya se janë review koti të vjetra, mbas janë mërzitur me një në kaq incidente që ndodhin, po. Me sa duket, nuk janë incidente që ndodhin njërë në kaq, po. Njërë në shumë kaq. Riun, pres, nuk ka gjë. Vetëm ti jepi gaz. Oh, no way. Sorry. This video is delayed. We're estimating the delivery 5:23. Duket mirë, jemi në mid. Këtu është keq, këtu është mirë, këtu jemi në s'po duken mirë gjërat. Shpresoj që ushqimi të shijoj të paktën. Ka që ka lëvizur, literalisht. Vit është literalisht 2 minuta larg, është ora 5:30. Voila, sa po morë. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. E morëm dhe porosin më në fund shyrë o vlog, kaloj 1 orë dhe të them të drejtën, motoristi u tregua shumë i sjellshëm, leqim më kërkojnë ndjes që tha më fal për vonesën se kishte shumë trafik dhe kishte shumë porosin atë vendin atje tha, por që 1 orë nuk ka problem. Le që u vonua pak e kështu, 1 orëshi është më pak se 2 orë, kështu që tani hajde të hapim qeskën edhe inshallah s'janë ftohur ushqimet. Okej, do hapim të parën suflaqen e hapur. Do hapim të hapurën. Okej, ta shohim, inshallah nuk është ftohur. që ka gjetur këtu. Mërash. Okej, po provoj patatet në fillim. Shikojmë. Qofse janë patatet e mira, atëherë i bie që po thua se e gjithë ushqimi duhet i mirë. Mirë janë. Mund të ishin edhe më të ngrohta. Bollë me atë. Kjo është pjata siç ishte fix në foto. Kështu që do të jetë pak nga kjo salsa tash këtu. Më duket të mora... S'është deri ky? Më duket me çfarë mora? Më duket të mora pule. Nuk e thot, nuk e di. Të paktën sallata është e larë. Nuk mund të thënë se janë super, se nuk janë shumë të ngrohta. Janë të ngrënshme. Janë të ngrënshme. Është koha për të provuar burgerin tani. Që ka hapur pak, po s'ka problem. Shit. Kemi... Ka një qofte. Patate që ranë këtu do t'i fus tek suflaqe e hapur. Patate, qofte duhet jetë kjo, dhe pak salc. Buka duket sigurisht thjesht një nga ato 2 shilekset e furit të bukës. Koha për ta testuar se çfarë shije ka ky burger. Kur i kem bërë vetë në shtëpi, literalisht patate të skuqura, pak ketchup, salcë kosi, një qofte ose salcice, mund të jetë salcice salam. Krahasimi midis këtyre dyjave është se kjo ka mish pule, kjo ka këtë qoften. Nuk është se prisanoj gjithë madhe, se dhe çmimet ishin okej, mund të themi, nuk janë aq shtrenjtë sa disa fast food chains. Landi more landi. Shyshy që erdhi ushqimi në fillim, se mendoj që s'do vinte fare ushqimi, mendoj që do mundte skem. Cilësia produkteve nuk ishte dhe aq e lartë. Patatet ishin okej, burgeri ishte okej. Ndoshta kjo edhe sepse ushqimi erdhi 1 orë më vonesë dhe ishte ftohur. Paninia më duk si ato paninet që blen të furi bukës. Eksperienca ime, porosita në Wolt dhe porosia ime vonoi fix 1 orë në kokë. Ndoshta ka pasur trafik, ndoshta jo, nuk e dim. Ushqimi ishte i ftohtë, por mund të them se më shijoj pak. Suflaqja e hapur që porosita kishte shumë mish dhe shumë patate. Gjë që unë e pëlqej. Pastaj hamburgeri që porosita, gjëja vetme që nuk më pëlqeu aty, ajo qoftja në mes. 3.5 nga 5 yje. Kjo ishte edhe video miq, shpresoj të ketë pëlqyer. Mos harroni like, share, subscribe dhe nëse doni më shumë video si këto,